bëhet dhe e rëndësishme, sepse një ish zëvendës kryeministër tjetër e kemi në hetim madje për disa vepra penale. Dhe unë mendoj dhe gjykoj që ka dhënë një tronditë goxha të madhe, besoj, sado që edhe në konferencën për shtyp me komisionere Marta Kosu mundua kryeministri ta mbronte ose më të themi kishte deklarimet e tij, madje duke pasur në krah qoftë edhe një përfaqësues të lartë Bashkimit Evropian, dielli nuk mbulohet me shosh, është e pamundur, pra është evidente. Dhe nuk besoj që sado po themi të jetë i parapëlqyer i zyrave të Bashkimit Evropian apo i personalitetet të caktuara të këtij organizmi zoti Rama, unë besoj që në fund të fundit, më pas përgjegjësiria dhe integriteti, të paktën kështu presupozohet në parim, i tejkalon ato caqe të imësie, po themi personale, pasi do duhet të prevaloj absolutisht interesi publik, interesi i lartë, interesi i taksopaguesve të Bashkimit Evropian, për një drejtësi të pavarur, qoftë edhe kur godet lart, ashtu siç po ndodh në Shqipëri, dhe do duhet të shikohet, për mendimin tim, me një mbështetje dhe një mbështetje të madhe, të pakufishme, pikërisht për këtë institucion i cili duam apo s'duam, kur ndonjëherë në historinë e këtij vendi, po themi post-komunist, nuk ishte të paktën tentuar që të shkonte kaq lart. E qartë. Rezar, e njëjta pyetje. Episod i veçuar apo episod që mund të krijojë le të themi një goditje të fortë tektonike që të lëkund, le të themi këtë mazhorancën në rastin konkret. Unë them që goditja ka ndodhur. Kjo është goditja tektonike. Goditja tektonike e cila detyroi kryeministrin dalë dhe të përballet drejt në drejtësinë. Më shumë se kaq nuk mund të ndodhte. Më shumë se kaq është vetëm kryeministri. Dhe nëse goditet kryeministri juridikisht ose penalisht, të ka rënë qeveria. Ka ndodhur po thua. Goditja tektonike kjo ishte dhe kjo goditje tektonike detyroi kryeministrin që për të gjithë retorikës tij pro-drejtësisë të dalë dhe të përballet drejt për drejt me spakun e gjykatit. Kështu që nuk ka më shumë se kaq nuk mund të ndodhte si goditje tektonike. E vetmja gjë që ka ndodhur që mbetet pas kësaj është trokitja e spakut në derën e kryeministrit. Po, për sa i përket efekteve që mund të prodhojnë Partinë Socialiste kjo avokat, si e shikon? Në Partinë Socialiste do shtrohet një dilemë shumë e madhe tani, duke marrë parasysh ose duke marrë konsiderat faktin që mund të ndodhë edhe trokitja në derën e kryeministrit. Dhe është pyetja që shtrohet është, a ka në Partinë Socialiste njerëz që vazhdojnë të vlerësojnë që partia vlen më shumë sa emri i Edi Ramës? Partia Socialiste është parti që ka një historik shumë të gjatë. Është një parti në cilën antarët e saj e vlerësojnë janë lidhur me partinë, jo me individin që drejton partinë. Dhe në këtë pikë, a do të krijohet aty një masë e cila do të përpiqet të shpëtojë Partinë Socialiste nga Edi Rama? Dhe ajo që ndodhi me Partinë Demokratike është masa e partisë zgjodhi individin përpara partisë. Dhe kjo është arsye pse ti sot ke Partinë Demokratike në gjendjen në cilën është. Nëse në Partinë Socialiste do të ndodhte e njëjta gjë, trajektoria do jetë e njëjtë. Nëse në Partinë Socialiste do të krijohet një masë e cila do të vlerësojë që është e rëndësishme të shpëtohet partia krahasimisht me individin Edi Rama, atëherë do të kesh një lëvizje tektonike dhe brenda partisë, dhe Rama mund mos jetë kryeministër për shkak të lëvizjeve brenda partisë, më shumë sa për shkak të trokitjes së spakut në derën e tij. Por ka një pyetje reale sot. A ka Partia Socialiste një grup njerëzish të cilat duan ta shpëtojnë Partinë Socialiste? Se kjo është pikpyetja. Se çdo të ndodhë me Partinë Socialiste nëse Rama do të përfundojë në një proces penal. Dhe kush është kosto që do të marrë Partia Socialiste përsipër? Pyetja nuk është kjo, Rezart. Problemi është që a ka një skenar ose a ka një strategji ose ka një plan Partia Socialiste post Rama? Unë mendoj që nuk ekziston, madje as nuk mund t'ia çojë askund në mendje, nuk mund të ekzistojë madje as si ide. Deri në këtë moment mund mos ekzistonte sepse Rama konsideroi i paprekshëm. Pikrisht. Ky nocioni i paprekshmërisë në momentin që flasim të ka rënë, ekziston gjithmonë rreziku potencial që spakut shkohet të trokas derën e kryeministrit. Dhe në këtë pikë lind nevoja për të menduar për një Parti Socialiste post Rama. Deri në fillim shtatorit të viti, Rama duke i pathyeshëm, i paprekshëm, i pamposhëm. Thënë me një shumicë qeverise të blinduar. Madje edhe spak i dorëzuar. Dhe me një spak të dorëzuar. Sot që flasim një realitet të ri, sot që flasim ekziston realisht mundësia që spaku të synojë kryeministrin. Dhe në këtë pikë do shtrohet pikpyetja brenda Partisë Socialiste, a do duhet sakrifikohet partia për të mbrojtur Edi Ramën, që është skenari PD-s,
apo do të sakrifikohet Edi Rama për të ruajtur Partinë Socialiste dhe pushtetin e Partisë Socialiste? Se këtu nuk bëhet më fjalë thjesht për pushtetin e individi, bëhet pushtetin e një grupimi politik. Dhe këtu është interesi i masës grupimi politik. A do ta mbrojnë veten nga Edi Rama, apo do ta lënë veten të trajtohen atë përdoren si mburoj nga Edi Rama? Kjo është pyetja. Po. Tashmë është ndërtuar një filozofi tjetër pra në ato parti. Duke pas parasysh pushtetin e jashtëzakonshëm që ka dhe brenda partisë Edi Rama, në kuptimin e asaj që ka krijuar të institucioni tjetër që quhet Rilindje, i cili tashmë duhem apo s'duhem ka transformuar Partinë Socialiste nga një parti që ti the, dhe jam dakord me ato lloj organizimi, tashmë kemi një parti që quhet Rilindje, në një farë kuptimi, që shikoj kanë humbur pikërisht ato piketa që ti citove. Mendoj që brenda PS ka akoma masa. Nëse do kemi një rënje të Ramës, do të jetë shumë e vështirë që kjo parti ta marrë veten ndoshta edhe për një dekadë. Po, do jetë më keq se sa partia. Unë nuk e shikoj si episod të veçuar, e shikoj sepse gjatë janë në një kontekst edhe shkaqet prevalojnë mbi gjithë kontekstin, nuk është se janë shkëputura. Do thotë që nëse bieshi në Tiranë nuk do të thotë që në një vend s'mund të lagen njerëzit. Nëse bieshi, po dole jashtë lagesh, është gjë tjetër kur je brenda godin. Pjesa është këtu që si merren masat mbrojtëse, dikush del me çadër, dikush del i veshur me mushamar. Jo, te PS-ja. Në këtë kontekst, po, në PS, pra. Disa shqetësohen, mërziten, dëmtohen, bien nga pushteti, disa tjerë gëzohen kur ndodhin veprime të tilla për shkak të rokadave. Dhe nëse vullneti i qytetarëve mund të jetë se mund të ndodhet edhe kjo gjë, që mund të shkojë edhe Rama në procedim, mund të shkojë edhe Rama në burg, mund të bëhen edhe zgjedhjet parakoshme dhe prapë mund votohet Partia Socialiste. Çfarë tregon kjo? Tregon se do prodhohet një figurë tjetër politike. Unë do ta marr në një plan më të gjerë, në kuptimin e antropologjik të shoqërisë, pra këta i induktojnë shoqërinë ose këta i induktojnë forcën e vet politike që të bëhen kështu, apo këta janë produkt i kërkesave që ka vet forca e tyre politike. Pra si thosh, Edi Rama është ai që ka prodhuar Partinë Socialiste ose Sali Berisha ka prodhuar Partinë Demokratike, apo këta janë shumatorja e shumicës që ndodhen në këto parti. Unë mendoj që janë tendencë edhe kohës. Po të shikojmë shoqërinë, pjesa më e madhe nuk është se ka fenomenin ose kulturën e mos pëlqimit korrupsionit, mos pëlqimit idesë më të fortit, e mos pëlqimit idesë pasurisë. Sepse ka ndodhur një sondazh i bukur nga një fondacion i huaj. Është mbarë në sondazhe gjithë administrata publike në lidhje me fenomenin e korrupsionit, pra e kundër, jemi kundër, thoshin. Ti vetë ke bërë një korrupsion, do jesh ose ke di për një koleg që ka bërë korrupsion, gjithë thoshin jo. Edhe thoshin si ka mundësi, se korrupsioni e bën administrata, se i ngjan asaj situatës që dhe Nusja është dakord, dhe Ëndri është dakord, po martesa s'ndodh. Ka një gjë që nuk shkon, se ka i paradoks këtu. Pra fakti që votohet një parti, e cila ka fakte për korrupsion, për abuzim, për lidhje, tregon që tendenca e shoqërisë nuk është edhe aq që prandaj spaku me gjithë këqijat e veta, dhe unë jam nga ata që kanë kritikuar, mendoj që është fenomeni më i mirë shtetëror që ka ndodhur në Shqipëri këto 35 vite. Dakor. Edhe sikur në disa procedime penale ke qenë mirë se ç'duhet. Pse? Sepse shoqëria emancipohet për shkak të standardeve që vendoset, se po të ketë shoqëria standard vetë social, nuk ka nevojë për normë ligjore. Për shembull, nëse secili nuk vjedh, nuk ka nevojë për normë ligjore që mos vjedh. Bie fjala. Frika e një lëvizje, sepse ato ditë pam zëvendëskryeministën Balluku në kryeministri për një kohë gjatë, të paktën siç raportuan mediat, ishte zoti Manja prezent në një, le të themi, bisedë që nuk e dinte çfarë, domthonë i bie që të spekulojmë, por thjesht koha do të them çfarë mund të prodhoj kjo në Partinë Socialiste. Do të them një fakt konkret. Në kuptimin që a mundet që Balluku mund të jam dakord, pra do ta them me fakt konkret. Diti që është bërë në Amerikë. Bilesa ka shkruar do dhe në libër, Dale Carnegie, fituesi i çmimit Nobel. Dale Carnegie, po. Po, në librin Arti për të fituar miq dhe pushtet, thotë 99% të dënuarve në burgjet për çështje penale i konsiderojnë veten të pafajshëm. Dhe që janë dënuar në kundërshtim të plot me ligjin dhe me provat. Zonja Balluku s'bën përjashtim nga kjo. Pra çdo që është në një proces penal. Dhe po ta vesh re, gjithmonë ai që akuzohet dhe që ka dyshime të arsyeshme mbrohet më fort. Vërtet më shumë. Kemi të bëjmë me një shantazh, le të themi, apo kërcënim apo të zonjës Balluku ndaj kryeministrit Rama se kështu u lexua. Dëgjoj, Shqipëria bën pjesë në ato shtete. Dhe këtë po e them, do të mbajtur edhe përgjegjësi publike, që edhe nëse do ketë dikush vokacionin për të bërë pentit ose bashkëpunëtor,
Unë nuk I besoj mjeteve dhe instrumenteve aktuale në fuqi që... Nuk ka. Ai është I mbrojtur, që nëse në një moment caktuar e shpreh atë vullnet, ai vullnet shtyhet më tej. Madje di dhe raste që edhe kur kanë tentuar ta bëjnë këtë gjë me një telefonat në atë moment ose nga një person që është aty është bllokuar. Është bllokuar. Ai vllai vullneti. Rezart, e njëjta pyetje, por në kuptimin që a mundet Balluku vetë të iniciojë brenda PS-s le të themi një bllokim për kryeministrin Rama, në kuptimin e fuqisë politike, numrave në kuvend dhe tjerë, apo një rebelimi brenda PS-s, dhe a jemi tek konteksti që zonja Balluku ka qenë dhe të paktën kështu spekulua për Jagush dhe makina për momentin që zonja Balluku hyri në kryeministri? Nuk e shikoj këtë, sepse nuk shikoj në të fundin. Një rebelim brenda PS-s që ndodh nga njerëz që janë në të njëjtën situatë si kryeministri, nuk prodhon asgjë të re. Prodhon vetëm një balancë force ndërmjet të dyve se kush do të mbrojë njëri tjetrin apo kush do të sulmojë njëri tjetrin. Logjika kërkon që njerëzit që janë në të njëjtën situatë të bashkojnë forcat për të mbrojtur njëri tjetrin. Po, ti ishe I kësaj teze për fillim. Ndërkohë që aty lëvizja do të jetë me gjas nga eksponentë cilët nuk kanë ushtruar pushtet, sepse dëgjoj një sekond. Për të arritur në një nivel Ka patur brenda PS zëra që janë dëgjuar, zëra që kishim kohë si kishim dëgjuar. Nuk besoj ke të vjetrit që vinë nga jashtë dhe bëjnë reformimin e PS-s. Nuk është, më mendoj që ka kaluar ky vakt. Në vakti është kur ata që janë brenda PS-s që kanë realisht peshë politike brenda PS-s, qoftë dhe me ndihmën e personazheve që kanë themeluar apo kanë mbajtur në këmbë PS-n në këto 35 vite, të fillojnë një lëvizje katarse si të brendit. PS-ja ka treguar që ka backgroundin ose ka vullnetin për ta bërë një gjë të tillë. Dhe ne ka provuar më herët të histori. Dhe ka provuar që në PS për shumë nga ata që janë njerëzit brenda partisë, dhe nuk flas tu për nivelin drejtues, flas për bazën, partia vlen më shumë se sa individët. Pati fuqi të distancohej nga Enver Hoxha dhe të ndryshonte edhe emrin si parti politike, po. Po pra, po sepse dëgjoj, ka një diferencë shumë të madhe midis një që është po e konsiderojmë militant, antarit kishte fuqi se kishte vdekur Enveri, se e di sa fuqi kishte. Dëgjoj, do thënë ai antari I thjesht I Partisë Socialiste ka për të vlen më shumë partia se vlen Rama. Okej, do për te kësaj. Okej. Dhe në momentin që ti ke një masë njerëzish që vlerësojnë partinë më shumë se sa vlerësojnë individët që drejtojnë partinë, do thënë me shumë gjas, iku Rama, rrof mbreti, poshtë mbreti, rrof mbreti është histori. Po ndërkohë do duhet sfidanti të lind. Që po, avokat. Sfidanti do të jetë moralisht më I mirë se sa I sfiduari. Këtë pyetje nëse do t'i japësh një mendim, domethënë për sa I përket fuqisë së Ballukut për u abuzua pati goxha mendime atë ditë që çfarë po ndodh në kryeministri pra 7 orë Balluku brenda në kryeministri, madje kryeministri doli ajo ngele aty dhe ç'po ndodhte. E vetmja gjë që ka ndodhur atë ditë, nuk besoj që kishte të bënte, po themi me një farë pse jo shantazhi, quhen si doni, kërcënimi etj, ka qenë thjesht kanë qenë disa juristë ose mirë themi përveç zotit Maja, por edhe shumë juristë të tjerë të cilët kanë dalë atë ditë në kryeministri, thjesht konsult juridike për mënyrën se si do mbrohen. Pra, dhe që më pas u pa se kush ishte, po themi, përfundimi dhe konkluzioni që kryeministri pra do të vinte lëvizje gjykatën shtetërore. Pra, e gjitha kjo ka ndodhur atë ditë. Që ka pasur vjevaj, nuk është se ka pasur ndonjë diçka tjetër. Avokat, kalojmë pak tek opozita, tek strategjia me foltoren 2. Si e vlerëson? Tani unë nuk e di se çfarë është kjo foltorja 2, po se ka shumë emra që I ka vendosur. Një thot Parlamenti Qytetarëve, dikush protest, tubim, foltore etj. Siç e kam parë unë them që nuk është asnjë nga këto. Dhe shpejt po I marr me radhë. Foltore nuk ka lidhje fare sepse foltore do duhet shkohet bëhet aty ku bë foltoria numër 1. Por ti thënë atyre qytetarëve ose anëtarëve të Partisë Demokratike se çfarë ndodhi me foltoren numër 1, ato pritshmëritë që kishin qytetarët, ato premtime që u dhanë ato foltore në lidhje me partinë së pari, me qasjen që do të kishim ndaj anëtarëve të Partisë Demokratike, me mënyrën se si do ishte opozita,
kush do t'ishte aksion opozitar, se si për 6 muaj do rrëzoje Edi Rama, e shumë aspekte tjera, e cila do duhet bëhet për mendimin tim, nëse duhet bën një foltore, do duhet jetë foltore nëmër 2, llogaridhënie përpara antarëve Partisë Demokratike në çdo kryesi, në çdo deg, por të minimalisht për të shkuar atje, jo për të bërë mea culpa, por për të nxjerrë dhe për bërë analizë se çfarë ndodhi dhe pse jemi në këtë pikë. Madje duke marrë dhe mendime të rëndësishme. Iku kjo pjesa e foltorës, ta quajmë tubim, një tubim pastaj do ishte qesharak apo protest, sepse më aq njerëz sa dalin aty me thotë të drejtën është për qarhalli. Pra është gjuna. Nëse do bëhen tubime dhe protesta me atë numër për një parti politike siç është Partia Demokratike, për mendimin tim më vjen turp. Nëse do e quajmë parlamenti qytetarëve, parlamenti do duhet të ketë një motiv. Pra pse? Partia Demokratike nuk i ka ikur parlamentit. Partia Demokratike është parlament, ka 50 deputet, të cilët ushtrojnë atë pushtet që i ka dhënë qytetarit me votë në parlament, pra duke mbrojtur dhe duke qenë zëdhënës si tyre. Nuk ka asnjë lloj mundësie dhe çfarë kuptimi ka që Klevis Balliu në vend që të flas parlament flet aty tek sheshi përballë kryeministrisë. Nuk besoj që tremb askënd. Dhe pjesa tjetër që është akoma më e rëndësishme, pse unë nuk e shikoj këtë, po themi, si një gjë që është e besueshme, madje shumë e pabesueshme, sepse realisht retorika dhe diskursi publik në këtë lloj foltorje, parlament, quajeni si doni ju tubim, protest, që bëhet në darkë, pra çdo të hënë në orën 18, nuk është në të njëjtën koherencë me atë që ndodh të nesërmen, kur Gjiknuri është krah për krah me Erbil Bashin, kur shkojmë ulemi me Maznikun, sepse kur thua regjim, është një fjalë shumë e madhe. Regjim. Nuk mund po themi, të negociosh me regjimin. Nuk mund të bësh pakt me regjimin. Është pa konceptueshme. Ose do duhet ta mbarosh të situatë, thua si çka, jemi përpara një situate 1 2 3 4, por të thuash që ne do bëjmë pakt me regjimin kur dihet më thoni një pakt nga viti 2008 e mbrapa që të ketë përfituar opozita. Madje sa pakte kanë qenë të turpshme si vitin 2017 të kushtuar. Atëherë si e lexon? Nuk e kuptoj se çfarë duhet. Unë e shikoj këtë. Kemi të bëjmë me një opozitë e cila ka një strategji pa strategji. Kështu e lexoj unë. Nuk ka, është totalisht e paqartë, është konfuze. Thjesht janë ca shpikje që nuk e di kush i vendos, për të thënë që po bëjmë këtë aksion politik dhe jemi gjallë. Kur në fakt janë në agoni totale. Të gjitha këto mini protesta që bëhen çdo të hënë, thjesht e shtojnë agonin. Kemi të bëjmë me një formacion politik i cili nuk e ka marrë vetëm pas zgjedhjeve, madje duke u bërë akoma me qesharak në disa zgjedhje të pjesëme lokale, dhe në rastin konkret nuk e ka qartë se çfarë kërkon të jetë. Kërkon të jetë ajo parti politike me atë shkëlqimin e dikurshëm, e cila është alternativë qeverisëse, kërkon të jetë, nuk e di, një OEQ thjesht normale, apo kërkon të jetë një sindikat. Duhet ta ndajnë kush është qasja dhe çfarë kërkon të jenë ata nga ky moment e mbrapa. Marsit, si po e lexon këtë strategji të opozitës, duhet sjellin vëmendje edhe që zoti Berisha u zgjodh zëvendëskryetar i IDC-s në Brazil së fundmi, çka u lexua si një lajm shumë i madh në fakt për Partinë Demokratike, sepse në një farë mënyre i jep legjitimitet kryetarit Partisë Demokratike. Dhe Partinë Demokratike. Edhe Albana Vokshë zgjedh dikur para ca kohësh në një organizëm tjetër. Thjesht për Po. Në Partinë Demokratike bëhet lajm edhe po të zgjidhet qytetar deri në një nga formacionet e dëshmitarëve të Jovajt zoti Berisha, po. Kjo nuk është se ndryshon realitetin politik. Çfarë po ndodh? Shiko drejti. Problemi është këtu. Si rifitohet legitimiteti politik përballë të zgjedhjeve. Për shembull, Rama në vitet 2005-2013, derisa erdhi në pushtet, e rifitoi legitimitetin e Partisë Socialiste duke hequr gjithë gardën e vjetër të nanoistëve. Pra domethënë u shkëput nga e shkuara në mënyrë që të krijonte perceptimin e një partie tre socialiste dhe krijoi idenë e rilindjes, që do të thotë rilindja
Rinasciamento, rilindja e vlerave dhe njëherë, rilindja urbane, rilindja e vlerave etj, nesër. Rilindja hajdutëve, nëse do. Po, ashtu faktua më pas, po në fillim mori fluksin nga jashtë, mori student shkolluar jashtë, mori njerëz nga organizatat jo fitim prurse, nga OIQ-t, pra do me thënë bëri një lloj shkëputje. Partia Demokratike